Përshëndetje, ku jemi këtu me një lajm shumë të mirë për sa i përket ndikimit të Mërkurit në shenjën e Gafores, që është në rrugën e drejtë. Duket se ajo që ka të bëjnë në lidhje me çështjet që lidhen me Mërkurin në rrugën e drejtë, do thotë fjalët që zbulojnë të vërtetën dhe hapin rrugë të reja në çështjet që kemi në punë, në karrierë dhe kudo. Data 24, ditën e nesërme, data 24 korrik 2026, një nga ndikimet më të rëndësishme të muajit është kthimi i Mërkurit në lëvizje direkte në shenjën e Gafores. Pas një periudhe ku Mërkuri në retrograd ka hapur çështje të vjetra, bisedime të pambyllura, keqkuptime, vonesa, rikthime nga e kaluara dhe mendime që lidheshin fort me familjen, shtëpinë, emocionet, kujtimet dhe sigurinë e brendshme, tani fillon gradualisht një fazë më e qartë. Por do të thënë se kujdesi, kur Mërkuri kthehet në lëvizje direkte, pra në rrugën e drejtë, gjërat nuk ndryshojnë brenda një minuti. Duhet që dita, pranë kthimit kur jemi ditën e nesërme, direkt janë gjithmonë shumë më të ndjeshme, sepse Mërkuri ngadalson ritmin dhe pastaj nis ecë përpara. Kjo do të thotë se informacionet, përgjigjet, vendimet dhe sqarimet fillojnë të dalin, por jo domosdoshmërisht menjëherë me shpejtësinë ashtu siç mendojmë ne. Është sikur mendja zgjohet pas një periudhe mjegulle, por ende ka nevojë për kohën që të kuptoj plotësisht çfarë ka ndodhur. Gaforia është një shenjë uji, shenjë emocionale, familjare, e lidhur me ndikimin e madh që do thotë familja, shtëpia, kujtimet, fëmijëria, vendbanimi, ndjenjat dhe jo vetëm. Kur Mërkuri ka qenë në retrograd në këtë shenjë, ai nuk ka prekur vetëm komunikimin në kuptimin e zakonshëm, ai ka prekur fjalët dhe emocionet. Fjalët që nuk u thanë, fjalët që u than gabim, fjalët që dolin nga lëndimi, fjalët që mbetin në familje, në shtëpi, në kujtim ose në zemër. Tani me kthimin e Mërkurit në rrugën e drejtë në Gafore, fillon një periudhë ku bisedohet për familjen që mund të marrin më shumë qartësi dhe rëndësi. Çështjet e shtëpisë mund të fillojnë të zhbllokohen. Dokumentet që lidhen me banesën, pronën, familjen, fëmijët ose çështjet private mund të lëvizin më mirë. Keqkuptimet me njerëz të afërt mund të sqarohen. Vendimet që janë shtyrë për shkak të paqartësisë emocionale mund të marrin drejtimin e ri. Megjithatë, sepse Mërkuri është në Gafore, kjo nuk është një qartësi e ftohtë dhe logjik. Nuk është qartësi vetëm në mendjes, është qartësi që kalon përmes ndjenjes. Njeriu kupton jo vetëm çfarë duhet të bëj, por dhe çfarë duhet të kenë. Megjithatë, është edhe një ndikim në lidhje me çështjet ekonomike financiare, sepse lidhet me karrierën, lidhet dhe me vendimet. Për Gaforen ky është ndikimi më personal. Mërkuri kthehet direkt në këtë shenjë, pra në shenjën e Gafores, prandaj mendimi dhe ndryshimet janë shumë të mëdha për nismat dhe ndryshimet të tjera që do kemi. Sidomos Gaforet në përgjithësi kanë atë ndikimin e tyre dhe mundësinë e artë. Por gjithashtu kanë edhe shenjat, siç janë shenjat e tokës, por ndikimi i Gafores dhe i gjërave të mëdha që kanë të bëjnë sepse lidhet me një mënyrë apo me tjetrën, do të thotë që kthimi dhe vendimi është moment shumë i rëndësishëm. Të gjithë ata që kanë pasur vonesa, keqkuptime ose rikthime në temat familjare, shtëpie, dashurie, dokumenta, marrëdhënie me shtetin ose dokumentacione me bankat, nuk duhet të kthehemi menjëherë në të kaluarën. Vetëm sepse dikush shkëroi. Nuk duhet të mbyllim një derë vetëm sepse jemi të lënduar. Duhet të dëgjojmë, të kuptojmë, të presim pak dhe pastaj të flasim. Për të rihapur biseda familjare, më shumë pjekuri, për të rregulluar dokumentat që janë vënuar, për të përgjigjur ata që kanë munguar dhe të ndjejnë një mënyrë se si do të flasin dhe të gjejnë rrugën e përbashkët, gjuhën e ndikimit të madh, sepse lidhet edhe me bisedat që bëhen. Po ta gjesh gjuhën me tjetrin është 100 herë më mirë, por për një fjalë goje jeni prishur apo keni bërë probleme të tilla, prandaj them gjithmonë që duhet të mbajmë disi kujdesin, sepse është ajo që neve quajmë karma, rikthehet tek ti. Ti e dërgon një gjë të vështirë që nuk duhet të thohet dhe vjen tek ti, sepse ti e kujton, ti e nxit dhe ajo të kthehet direkt, sepse nuk gjen vend ku shkon ti ku i thua ti dhe të kthehet tek tyra. Prandaj duhet të pasur shumë kujdes çfarë themi, gjithmonë e them këtë dhe prandaj do të keni kujdes. Me ndikimin e mesazhit kryesor i Mërkurit në rrugën e drejtë është: fjala duhet të vijë nga zemra, por me qartësi. Nuk mjafton të ndjejmë.
duhet të dijmë se si ta shprehim ndjenjen. Nuk mjafton të kujtojmë, duhet të kuptojmë çfarë na mësoi kujtimi. Nuk mjafton të rikthehemi tek njerëzit e vjetër. Duhet i shohim nëse ata kanë vënë në jetën tonë të sotmen. Nuk mjafton të duam siguri. Duhet të flasim për atë që na bëjnë të ndihemi të sigurt. Gaforja, britsjapi, dashi dhe peshorja, sidomos në ditëlindjet të dytë dhe të tretë, në qendër të këtij ndikimi janë shumë të mëdha, janë dhe ndikimi i akrepit, peshqit, demi, vigjeresha të ditëlindjet të dytë marrin mundësinë më ndikuese dhe më të përmirësuar. Ditëlindji i tretë i shenjave ndikuese kanë pjesën e historisë në retrograd sepse aty janë hapur shumë tema të rëndësishme. Të gjitha shenjat dhe mënyrën e tyre fillojnë të ndjejnë një periudhë mjegulle emocionale, por largohet ngadalë. Fjala kyçe është ngadalë, Mërkuri kthehet direkt, por duhet të kohë që mendja apo ndikimi i madh të çështjeve që kanë të bëjnë për sqarimin, por jo nxitimin, për përgjigjen, jo presionin, për biseda të ndershme, jo për reagimin nga lëndimi. Kur Mërkuri ecën përsëri drejt Gaforës, ai na mëson komunikimin më të fuqishëm. Nuk është ai që fiton debat, por ai që krijon siguri, kuptim dhe paqe të brendshme. Pra po të shikojmë se si gjërat formohen në një farë mënyre, është edhe koha ku neve e konceptojmë në një farë mënyre në ndikimin e madh që vjen ose rregullimin, stabilizimin e gjërave në çështje konkrete. Por sa është mundësia e përballimeve të çështjeve ekonomike, përballimeve të punës ose të gjërave të reja që mund të keni, por është një mundësi dhe një moment shumë i mirë kur kemi Mërkurin në retrograd, janë këto gjëra që disa keq kuptime dhe na dikton që duhet pasur kujdes dhe nuk i vëmë re planeteve ose retrogradave ose gjërat të kësaj natyre, ndodhin të janë e kundërt. Prandaj them gjithmonë që duhet pasur kujdes, jo se na ndërhyn, por ndikon në këtë që themi. Mbi atë çka është dhe mbi atë çka flitet, nëse do ta marrim kështu, është mundësia dhe momenti tani për të parë në vazhdimsi se çfarë ndodh mbi atë çka është dhe mbi atë çka ndodh dhe bëhet. Tani, pas të fillojmë me parashkimin e 12 zodiakale, sa ndikohen me Mërkurin në rrugtimin e tij të drejtë dhe sa nga shenjat kanë ndikuar, pothuajse mbi 70%. Mund të na shkruani në inbox për juve që keni problemin ose keni pasur në po ta shikoni www.astrologu.al. Atje nëse dëshironi një parashkim të detajuar, shkoni tek sekretaria. Dhe aty keni jo gjithçka që mund të doni të dini, dërgoni email dhe më pas flasim bashkë në Viber apo WhatsApp. Por juve që doni, që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejt përgjigjen çdo të mërkur për të folur bashkë në pyetje përgjigje. Tani pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, do fillojmë me shenjën e ndryshimit, me shenjën e komunikimit dhe të problematikave të së kaluarës dhe arritja që ka ndikuar dhe ka realizuar në anën e vet, që do thot shenja e pozicionimit që është dashi. Përsa përket shenjës së dashit, duket se tani për tani është një nga mundësitë më të mirat mundshme, më pozitivet, sepse sado që neve jemi në ndikimin e punës ose të karrierës ose të gjërave që ndikohen, por kjo periudhë për juve të kësaj shenje të ditëlindjes të parë do të thot me kuptimin e gjërave, me kuptimin e plot të çështjeve, megjithatë është edhe momenti më i mirë i mundshëm tani për sa i përket punës, për sa i përket kohës, sepse nëse do flasim për anën ekonomike financiare, është diçka shumë pozitive dhe shumë e madhe në anën tuaj. Por megjithatë, kjo periudhë është mjaft e mirë sepse do të zgjidhë një problem të paslidhur më përpara, edhe pse keni pasur çështje të mbetura pasdore, sepse ka të bëjë dhe me një çështje pune për ekonominë dhe për stabilizimin e saj. Kurse në çështjet që kanë të bëjnë me anën e karrierës, në karrierë keni disa gjëra shumë të rëndësishme juve për sa i përket punës, për sa i përket asaj çka bëhet,
asaj që realizohet, por realizohet në kohën e duhur, në momentin e duhur për punën aktuale dhe diçka shumë të rëndësishme. Dhe diçka e tretë, do merrem me disa udhëtime që kalon përgjithësim në kohën e retrogradës, po vjen momenti tani që është shumë pozitiv dhe tepër i ndikuar në atë drejtim. Mundësitë janë shumë të mira sepse duke pasur parasysh edhe bisedimet që bëhen, edhe kohën e duhur për të nisur gjëra të reja, e keni në dorë juve sepse jeni shumë pozitiv dhe shumë të rëndësishëm në këtë që juve diktoni dhe realizoni. Nuk diskutohet sepse kjo periudhë është shumë pozitive gjatë ndikimit që keni pasur juve të kësaj shenje, keni pasur mjaft biseda të ndryshme dhe hapat për të sqaruar gjërat nga më të mirat mundshme, për të arritur qëllimin tuaj në kohën e duhur. Megjithatë, është që duke pasur parasysh të keni kujdes sepse nxitoni të largoni nga një situatë vetëm sepse ju prek emocionalisht. Mërkuri në gafore ju mëson se guximi nuk është vetëm të veprosh shpejt. Guximi është edhe të thuash, kjo më lëndon, kjo më mungoj, kjo më bën të ndihem i e pasigurt. Mesazhi kryesor për shenjën e dashit për të 30 diqët është pas datës 24 korrik. Fillon sqarimi, por jo me nxitim. Çështjet e shtëpisë, të familjes, të prindërve, pronës, vendbanimit dhe sigurisë emocionale fillojnë të lëvizin përpara. Bisedat të vështira mund të marrin drejtimin dhe ndikimin e duhur, por me kujdes, sepse gaforet, fjala nuk është thjesht informacion, është ndjenjë, kujtim, siguri dhe plag. Për dashin, kthimi direkt i Mërkurit në gafore është një mundësi për të vendosur paqen të vërtetën, por duke qartë sepse është momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në këtë aspekt, sepse kjo periudhë është e juaj, është dhe u përket juve. Mërkuri direkt ju ndihmon të ktheheni gradualisht në anën tuaj dhe të filloni diçka të re në këtë drejtim. Por, meqense në financat bëni kujdes në vendimet që lidhen me pronën, qiranë, rinovimet e gjërave të kësaj natyre, do të keni kujdes mos u nxitoni se nxitimet nuk sjellin dobi përveç se probleme nga më të ndryshmet që mund keni pasur ndonjëherë. Në lidhje me dashurinë, duket se ndajë që keni pasur me peshorin do ta zgjidhni tani. Megaforen është ajo çka prisni dhe është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë mbi gjërat e ndryshme që keni dhe mundësitë të arta që vijnë tek juve, sepse është një nga periudhat më të mira dhe më të artat për juve tek kësaj shenje, sepse koha ka treguar që jeni me fat, koha ka treguar që çdo gjë ndodh për një arsye, çdo gjë ndodh për gjëra të rëndësishme që juve keni në këtë aspekt. Të shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që stabilizon çështjen e punës, lidhjet janë korrekte me anën tuaj edhe gjithmonë është një periudhë më tutje sepse koha tregon mbi vendimet që merren, periudha që ka të bëjë në lidhje me ekonominë, punën, vendimet, ndryshimet dhe jo vetëm kaq, por ndikimet janë në anën tuaj. Megjithatë, kjo do të thotë shenja e demit. Ndikimi i shenjës së demit, meqense ka të bëjnë në Mërkuri që kthehet direkt në rrugën e duhur në gafore, për të lindur të kësaj shenje është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Është ndikim i shumë i rëndësishëm, por në përgjithësi mbështetës dhe më i dobishëm se sa ajo çka ju mendoni. Mërkuri në gafore aktivizon sektorin e tretë astrologjik për demin, komunikimin, mendimin, mesazhet, telefonatat, dokumentat, marrëveshjet e përditshme, udhëtimet e shkurtra dhe takimet e bisedimet në pasojë të paluajtshme. Për demin që është shejtoke e qëndrueshme, praktike dhe e lidhur me sigurinë. Kthimi direkt të Mërkurit në gafore mund sjell lehtësim gjatë periudhës ku Mërkuri është në retrograd, mund të ketë pasur vonesa në komunikimin, mesazhet që nuk erdhën në kohë. Keq kuptime me njerëzit afërt, por kjo do të zgjidhet pikërisht tani, sepse ka ardhur koha e zgjidhjes së problematikave dhe e mundësive që keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar mbi atë çka prisni, mbi atë çka jeni, sepse disa keq kuptime që keni pasur do të zgjidhen. Mërkuri direkt në gafore ju ndihmon të flisni me afër zemrës, jo domosdoshmërisht në mënyrë dramatike, por në mënyrë të sinqertë dhe shumë të qetë. Ajo çka do të keni tani e tutje, jeni në anën më të mirë të gjërave që do të keni në vazhdimsi. Të 30 diqet kanë mundësinë e ardhmë. Demi që nuk harron lehtë, që ka pasur vlerë që mund të ndihet i prekur, por kjo pyetja kryesore është:
apo kthehet kjo histori për të rifilluar apo për të sqaruar, jo çdo mesazh nga e kaluara është ftesë për kthim. Ndonjëherë është vetëm mundësi për të kuptuar më mirë çfarë ndodhi. Nëse dikush kthehet, shihni nëse komunikimi është më i pjekur apo flitet hapur apo dhe njerëz siç ka qenë. Nëse është e njëjta, nuk ka vend për të shqetësuar sepse do ta zgjidhni juve problemin që keni me të tretët dhe jo ata me juve. Për ndikimin e gjërave që kanë bëjnë pikërisht në këtë shenjë është mjaft ndikuese, është rrezatuese dhe mundësi që vijnë nga njëra anë dhe koha që do të keni tani tutje është puna dhe vendimi i madh që juve merrni në anën tuaj për sa i përket ndryshimeve dhe çështjeve të rëndësishme financiare. Me financat, juve të kësaj shenje, sado që janë të vështira gjërat, por ka të bëjnë dhe me një takim të papritur, të thotë ekonomik ose një kontratë e rëndësishme që mund të ndodhi tani tutje deri në fund të muajit, janë gjëra që do të ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj. Sidomos në fushën e dashurisë, duket se dem akrep, dem ujor, dem luan sidomos është diçka shumë pozitive, madje është mjaft mundësira të mira që do të keni tani tutje ku gjërat janë mjaft pozitive dhe shumë të rëndësishme, sado të vështira duken pamjet parë, por janë shumë të arta në anën tuaj. Lidhjet afatgjat që kanë bëjnë për juve të shenjës së demit, në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me disa ndryshime, por gjithsesi mesazhi për juve të shenjës së demit është ajo që ju hap më herët tani fillon të marr rrugë, një derë e rëndësishme. Mos së kërkoni gjithë përgjigjen me njëherë. Shihni si zhvillohen mesazhet, bisedat dhe faktet. Mërkuri direkt ju ndihmon të qartësoni ato që në retrograd i riktheu, por anën tjetër mos kërkoni që ti mësoni gjërat në një moment dhe gjithçka, por gradualisht. Ajo që është baza duhet që të jeni shumë të kujdesshëm me këmbë tokë dhe gjërat i zgjidhni me kujdes në këtë drejtim. Lidhja me akrep keni pasur probleme më të mëdha, por janë të zgjidhshme. Me ujor është diçka shumë e mirë dhe pozitive tani tutje, kurse me luan kërkohet vëmendje. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që nga njëra anë është mjaft ndikuese, është mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme, që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën dhe marrjen e vendimeve. Këta janë binjakët. Për shenjën e binjakëve ka një ndikim shumë të madh sepse Mërkuri në Gafore, guvernatori juaj, është në shenjë emocionale, familjare, lidhet me sigurinë e brendshme. Prandaj për binjakët kjo retrograde e Mërkurit mund të ketë sjell jo vetëm çështje parash, por edhe çështje emocionesh të lidhur me paranë. Ndoshta keni shpenzuar për familjen, ndoshta një çështje financiare lidhet me shtëpinë, prindrit, me tatimet, me problemet, me bankat, bllokime, gjëra të natyre, por to janë kalimtare sepse do gjenet një zgjidhje mbi ato çka juve prisni dhe keni. Për binjakët, ky është një fenomen shumë i rëndësishëm dhe tepër pozitiv sepse jeni në anën tuaj më të mirë të historisë. Dhe kjo do të thotë bisedë, kjo do të thotë rëndësi dhe kohë në zhvillimet e reja që do të keni. Një njohje e re mund të lidhet me paranë, punë, blerje, një ambient familjar, një vend që trajnohet ose keni mundësinë për të bërë shumë gjëra në një kohë. Jeni në kohën më të mirë të mundshme dhe kjo do t'ju ndihmojnë të esni përpara. Kjo do të ndihmojnë të zgjidhni një zgjidhje mbi atë që juve keni, mbi atë që juve kërkoni, sepse çdo gjë është në dorën tuaj. Çdo gjë arrihet fal suksesit, fal garancisë suaj. Por megjithatë, ky është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për të bërë zgjedhjen e duhur, sepse binjakët nga njëra anë kanë mundësinë, familjen dhe çështjet tradicionale, në anën tjetër kanë kohën e duhur dhe gjëra të tjera që kanë qenë pezull në të kaluarën dhe tani rregullohen. Do të keni kujdes për diçka shumë të rëndësishme, sepse mos mbyllni me nxitim, por as mos i lini pezull pafund gjërat që duhet t'i përfundoni, sepse ka probleme më vonë. Vendosni energjinë të punoj dhe talentin të krijoj dhe siguria është e garantuar. Në fushën e dashurisë, duket se për juve të shenjës së binjakëve ka të bëjnë me shqetar, ka të bëjnë me peshk, ka të bëjnë me virgjëreshtë dhe diçka të tretë ku është mundësia më e mirë e mundshme.
Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është ndikuese dhe rrezatuese për gjërat që ka të bëjnë dhe mundësitë të arta që vijnë në këtë fushë, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni ndikuar shumë, por për flasim për shenjën e ditës, po flasim për shenjën që plus minus, ne flasim për ditën e nesërme, sepse data 24 që fillon rrugtimin, por ka një ditë përpara, ndikohet një ditë para, që flasim për sa i përket asaj çka neve kemi dhe duam të rregullojmë ose të stabilizojmë gjërat në një mënyrë apo tjetër më të mirë të mundshme, që lidhet shumë me familjen, me fëmijët, martesat dhe blerjet, që do thot shenja e gaforeve. Mërkuri në rrugën e drejtë në shenjën tuaj, miqtë e mi, do të thotë që ky kthim ka një ndikim shumë të madh, një çështje e rëndësishme, një periudhë mjaft ideale, dhe Mërkuri që ndodhet në këtë drejtim është mundësia më e mirë, më e artë e që ndonjëherë, sepse në çështjet personale, vendimtare, gjatë kësaj periudhe është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Kur Mërkuri ndodhet në këtë shenjë, në shenjën tuaj do të thotë, komunikimi nuk është ai që juve mund të kuptoni, por është më i madh akoma, sepse kalon përmes ndjenjës. Fjala ka kujtesë, mendimi lidhet me zemrën. Vendimi nuk merret vetëm me logjik, por edhe me atë që njeriu ndjen, me atë që e bën të ndihet i sigurt, me atë që e lidh familjen dhe jetën e tyre. Gjatë periudhës së Mërkurit në retrograd në shenjën tuaj, shumë gafore mund të kenë ndjerë se si mendimet ktheheshin vazhdimisht të e kaluara. Mund të keni menduar për njerëz që dikur nuk ishte rëndësishme ajo çka bëshe, por ajo çka shikoheshe. Dhe e rëndësishme nuk diskutohet që ka të bëjnë edhe shikimi, por edhe rëndësishme ajo çka nisim që të bëjmë ne diçka të re, ku është dhe momenti më i mirë i mundshëm në këtë drejtim. Por gjithsesi është periudha dhe koha e duhur për të bërë nismën e duhur dhe për të arritur qëllimin tuaj, sepse kjo periudhë është mjaft ndikuese mbi ndryshimin e madh që po vjen. Megjithatë, nuk do të thotë që ka një problem të madh, sepse gjërat janë mjaft pozitiv, janë mjaft rëndësishëm në anën tuaj dhe kështu që ka diçka shumë të madhe. Nëse juve prisni ose keni diçka për të rregulluar, unë do thosha që do prisni edhe pak, sepse kjo periudhë është e mirë, është një periudhë që vërtet ka ndikime shumë të mëdha dhe mundësitë janë të mëdha. Ajo çka do të keni një kujdes të veçantë, mos se shtyni me të vërtetën, por as mos i kërkoni me presion. Mërkuri në rrugën e drejtë ju ndihmon të kuptoni çfarë duhet të qëndroni në jetën tuaj dhe çfarë duhet të mbyllet me paqe. Fjalët do të vinë, përgjigjet do të vinë, por këtë herë duhet të vinë nga qartësia, jo nga frika e humbjes. Lidhjet afatgjatë keni pasur probleme të mbartura, themun, ka qenë me gaforët e edhicit parë, ka qenë me akrepët e edhicitet, ka qenë me peshkët e edhicit të parë, ku një nga mundësit janë më të ndryshme dhe më sqaruese. E keni kohën tuaj, keni momentin tuaj për të bërë zgjedhjen e duhur në atë që pritet të rregullohen gjërat ose të arrihet diçka e madhe në anën tuaj. Prandaj e themi më të madhe, ku është një nga periudhat më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë tani e tutje. Por koha tregon që juve i keni mundësitë, i keni gjërat në dorë dhe mund të rregulloni çdo gjë në anën tuaj. Por një nga tre si keni pasur me akret do ta rregulloni këtë periudhë. Një njohje, se si keni këtë lidhje serioze akoma, do prisni dhe pak, do prisni pothuajse nga tani e tutje, një javë ju merr që juve të bini në ujdi për të rregulluar gjërat që doni dhe është një mundësi shumë e mirë tani e tutje në anën tuaj dhe mundësitë që do të vinë në vazhdimsi. Kështu që nuk ka vend për të qetësuar këtu, por ka vend për të rregulluar dhe stabilizuar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që është mjaft rregulluese. Ndikimi i shenjës së luanëve. Çfarë ndodh me luanët? Për luanët duket se kjo është një nga periudhat më të ndikuara dhe më të realizuara në fushën ekonomike, në fushën e biznesit, në fushën e karrierës, janë shumë gjëra që lidhen në këtë drejtim. Për të lindur të kësaj shenje, do të thotë që ka diçka që kërkohet vëmendje, sepse juve si luanët është shenjë zjarri, e lidhur me diellin, zemrën, krenarin, dinjitetin, dashurinë,
vetbesimin dhe nevojën për të qenë i parë dhe lider. Por Mërkuri në Gafore, në sektorin e 12, çon mendjen Luanit në vendet më të fshehta, aty ku nuk ka publik, aty ku nuk ka duartrokitje, aty ku nuk ka imazh, aty ku njeriu mbetet vetëm me të vërtetën e vet. Gjatë periudhës së Mërkurit në retrograd, shumë Luan mund të kenë ndjerë një lloj lodhje mendore, emocionale ose shpirtërore. Mund të kenë pasur mendime dhe ndryshime vazhdimisht në kujtimet e vjetra, ndonjëherë dhe nga e kaluara për të drejtën se mbase janë fajtor. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse fajtorë janë të tretët juve keni, apo njerëzit juve keni bashkëpunuar dhe ata jo, po ndoshta një sekret emocional ndonjë e fshet në lidhje me kujtimin tuaj me ato çka është momenti i duhur, por gjithsesi kjo është një periudhë ndikuese dhe ndikimet më të mëdha që mund keni dhe pozicioni planetar ju ndihmon në këtë aspekt. Në çështjet që kanë të bëjnë me një ndryshim shumë të madh që do të keni tani tutje, është një moment mjaft i mirë sepse disa çështje familjare janë mjaft pozitive dhe shumë të rëndësishme për gjërat që vijnë, për gjërat që keni. Edhe nga ana tjetër mund të keni pasur dhe disa ndryshime ju, por gjithsesi kjo është dhe mbetet për të parë sepse jeni me shumë fat në këtë drejtim, në këtë aspekt dhe është koha juaj për të parë mbi ndryshimet që vijnë, mbi takimet që keni, mbi kënaqësinë dhe gjërat që keni rregull në atë çka bëni. Jeni të rregullt në gjërat e mëdha që lidhen me punën, lidhen me takimet të momentit dhe kështu që ka të bëjë me karrierën. Mërkuri në rrugën e drejtë mund të tregojë zhbllokimet dhe prapaskenat dhe shumë gjëra të tjera që do jeni shumë të lumtur se do kuptoni shumë gjëra në të gjitha drejtimet ku juve keni dhe mundësitë që do të keni tani tutje. Është një periudhë mjaft e mirë, sepse ndikimi i Luanit, mundësia që ka të bëjë të shenjave në përgjithësi, ka dhe i diçka shumë të madhe sepse ka atë komunikimin, ka mundësinë, ka dhe ndryshimin e madh që do të jetë në një farë mënyre puna, karriera dhe ekonomia që do të jetë në plan të parë. Ana tjetër, juve jeni me fat sepse keni zgjidhur gjërat në çdo drejtim në anën tuaj, sepse pozicionimi i planeteve që ju ndihmon në çështjet ekonomike, në çështjet e punës, të karrierës tuaj, sepse me karrierën juve jeni mjaft të ndikuar dhe do merrni një lajm shumë të mirë në këtë drejtim, ku çdo gjë ka të bëjnë në anën tuaj dhe mundësit të arta. Mesazhi për juve është ajo që u hap në heshtje, tani kërkon kuptim. Mos e nxitoni veten të flisni para se të jeni gati, por as mos qëndroni në mjegull pafund. Mërkuri në rrugën e drejtë ndihmon të kuptoni çfarë duhet të mbyllni nga prapaskenat që më vonë do të dilni në dritë më të pastër dhe më të fortë. Është ajo kuptimi i jetës, sepse njerëzit mund të flisin çfarë të duan, por juve jeni një hap para se çfarë ndodh. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë bënë me ujorët e ditës së parë, me dëmtë e ditës që është perfekta, por me akrep është vetë jeta, nuk e diskutoj unë këtë, sepse është koha dhe periudha, është momenti dhe vazhdimësia. Do shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek një shenjë që tani mund të keni mundësinë ose mund të jetë periudha mjaft e mirë për ekonominë dhe për ndryshimin që mund të keni tani tutje. Dhe një lajm shumë i mirë që vjen tek juve do të thotë shenja e Virgjëreshës. Ndikimi i Virgjëreshës duket se guvernatori juaj është njëkohësisht edhe juaj por edhe një binjakve, jep një mundësi shumë të mirë mbi ndikimin e madh që ndodh në shenjën e Gaforës, por lidheni dhe juve shumë me ritmin sepse është guvernatori juaj. Mërkuri kthehet në rrugën e drejtë në këtë shenjë, në shenjën e Gaforës, duke aktivizuar sektorin pra e 11 në shtëpinë e 11 në Virgjëresh, ku do të lidhet shumë me miq, me të afërmit, me punën dhe karrierën dhe ndryshimin. Gjatë kësaj periudhe i keni të gjitha mundësitë sepse gjërat do të ndikojnë në favorin tuaj. Është një favorizim shumë i mirë e pozitiv për të bërë zgjedhjen e duhur mbi atë çka është, sepse ndryshe gjykojmë, ndryshe mendojmë. Por nëse nëse një gjë është los për një arsye, është krejt ndryshe situata nga ajo çka neve mendojmë. Por gjithsesi, kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë
është një periudhë shumë pozitive, shumë ndryshe nga që neve mendojmë dhe na jepet mundësia për të arritur në finish dhe në gjërat e tjera që do të diktojnë. Mos harrojmë sepse pikërisht virgjëreshat nuk janë hakmarrëse, por kërkojnë të drejtën dhe kjo është një ndikim shumë i madh për arsyet punës. Në anën tjetër, kemi një mesazh shumë pozitiv, mesazhet që vijnë drejt jush për arsye të punës dhe jo vetëm, sepse virgjëresha unë do garantoj këtë që nuk ka shanse të humbisni si në ekonomi, si në vazhdimsi të persona të tretë që do keni udhëtime, një dokument që e merrni dhe kjo do thotë dashuri pa fund, kjo do thotë mundësi e artë. Dhe ato që të keni kujdes. Për juve të shenjës së virgjëreshës, mesazhi është: ajo që u hap më herët tani fillon të organizohet. Mos mbyllni një projekt vetëm nga lodhja, por mos e mbani as nëse nuk ka më vlerë. Mërkuri në rrugën e drejtë ndihmon të rishikoni të ardhmen me shumë qartësi dhe të kuptoni cilët njerëz dhe cilët grupe dhe cilët plane meritojnë të ecin bashkë me ju, sepse shumë njerëz mos të duan që juve të ecni përpara, por të anashkalojnë gjërat e tyre. Por gjithashtu është një moment, është një periudhë mjaft e mirë tani që do të thotë ndikimi më i madh që lidhet shumë, nuk e diskutoj këtë, lidhet e me disa biseda dhe tregon që virgjëresh në lidhjen e dashurisë, virgjëresh peshk, virgjëresh binjak, virgjëresh shqetar është një nga momentet më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse është koha më e mirë e mundshme dhe është mundësia që juve të zgjidhni çështje problematike, të zgjidhni gjërat që doni të arrini qëllimit dhe mundësisë art që keni tani atutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që zbaton disa ligje, kërkon të drejtën dhe mundësinë e artë, që këta janë peshoret. Përsa i përket peshoreve, meqense peshoret tani për tani nuk i vë faj se kanë pasur shumë çështje të lëna pezull, kanë pasur shumë gjëra, por me Mërkurin nga retrograda në rrugën e drejtë, do thotë, për të lindur kësaj shenje, kthimi i Mërkurit është në anën tuaj më të mirë të historisë, sepse peshorja është shenjë ajri, e lidhur me ekuilibrin, marrëdhënien, drejtësinë, diplomacinë, estetikën, bashkëpunimet dhe aftësi për të gjetur rrugë të mesme. Por Mërkuri në Gafore, në këtë pozicion, ka krijuar gjatë retrogradës një tension të brendshëm mes jetës private dhe jetës publike. Gafora kërkon siguri emocionale dhe nga ana tjetër është harmonia dhe mënyra se si gjërat vijnë. Por megjithatë, është një moment shumë pozitiv, është një moment që rregulli dhe stabilizimi mbi atë çka është një moment që vërtet juve i studioni gjërat siç i doni juve, edhe është një mundësi shumë e mirë tani me kalimin e disa ndryshimeve të mëdha që do të keni, por edhe mundësi të tjera që do të keni në përfitimet e juaja, edhe kjo është koha dhe shumë pozitivitet. Për peshorët, një pjesë e rëndësishme e këtij ndikimi lidhet me mënyrën se si juve e keni në punën tuaj ose në shitblerjet që do të keni, është një moment shumë i mirë. Prandaj ndikimet sjellin njohje përmes punës ose ambiente profesionale, klientë, institucione, projekte të ndryshme, figura autoritare e kështu me radhë. Por kujdes nga marrëdhëniet që përzihen shumë me imazhin profesional. Prandaj do keni kujdes në këtë drejtim. Një njohje e re mund të duket interesante sepse lidhet me respekt, statut ose admirim, por peshorja duhet të pyes: a më sheh ky person si njeri apo vetëm si imazh? A ka ndjenjë të vërtet apo vetëm interes profesional? A mund të ndërtohet diçka e qetë apo të krijojë ndërlikime në punë? Mërkuri në rrugën e drejtë ndihmon në komunikimin, por në ditët e para pas kthimit direkt duhet maturi. Mos i përzini shumë shpesh edhe shpejt zemrën me reputacionin pa e kuptuar qartë situatën. Sepse janë disa gjëra që vërtet janë të ndryshme, por ka një vështirësi mes asaj që është e bërshme, mes asaj që kërkohet. Në lidhje me, mund të kuptoni më mirë se sa përgjegjësi që juve keni, sepse tani mund të flitet më qetë
nëse keni pasur një ndarje, për shembull në dashuri, që lidhet shumë kjo me, për supozojmë, peshore dem, peshore ujor, peshore gafore. Ka disa gjëra shumë të mëdha, por ajo që ngelet në vazhdimsi të gjërave të mëdha është me dash të diçit të tretë, sepse është një mundësi mjaft e mirë dhe konkrete në atë që bëhet. Dhe ju jeni shumë konkret me punën, jeni shumë konkret me dëshirën dhe ndryshimin e madh që keni, është dhe qartësia juaj. Por gjithsesi kjo periudhë është periudha që do të diktoj, do të ndikoj në anën tuaj dhe momentet të arta që keni në fushën e karrierës. Por gjithsesi e përgjithshmja për juve të kësaj shenje është në anën tuaj, është në pozicionin tuaj dhe shumë gjëra të tjera janë favorite dhe jo problematike. Jo se ka pasur probleme ose keni pasur diçka që nuk zgjidhet siç kemi të, por një nga momentet më të arta që keni është puna aktuale, është ndryshimi më i madh që do të keni si peshore. Meqense me dash është jeta, po në një njohje ose në lidhje me bashkim familjar ose bashkëpunime në fushën e punës është me gaforre dhe bricjap, se është një periudhë mjaft e mirë dhe solide për atë çka ndodh dhe rregullohet. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që zbulon disa çështje shumë madhore dhe çështje financiare, lidhur me financat lidhet shumë, që do thotë shenja e akripit. Për sa i përket akrepëve duket se kthimi i Mërkurit në rrugën e drejtë, nga fore, duket se është një ndikim shumë i rëndësishëm, por në përgjithësi mbështetet sepse Mërkuri ndodhet në një shenjë uji dhe sektori në astrologi ka i bëjnë me një takim pune, me një blerje ose një shitje objekti. Dhe kjo do të thotë ka të bëjnë dhe me udhëtime të larga të jashtëvendit dhe çështjet ligjore, dokumente juridike, ndikime pune ose një blerje shumë të madhe që mund të bëjnë, dhe kjo është diçka shumë e mirë e mbar në punë dhe në ndryshime që kanë tani tutje, sepse sado që mund të lodhen ose mund të kenë pasur probleme të mbartura në kohë përpara, por juve jeni në anën më të mirë të anës suaj. Për ribashkim Mërkurit direkt mund sjellë dhe kthimin e personit nga larg, një mesazh nga jashtë, një bisedë lidhur me një udhëtim të vjetër, dhe gjatë bisedimeve që bëhen, ngaherë janë dhe të vërtetat e fshehura, dhe kjo ju ndihmon në lidhje me njeriu tuaj të shpirtit, njeriu tuaj të punës, që të tretë e kanë prishur, e kanë shkatruar një gjë të tillë dhe juve do mundoheni ta rindërtoni. Dhe nuk e diskutoj që juve e rindërtoni që ç'ke të, sepse është një nga momentet dhe mundësitë më të mira të mundshme në periudha të ndryshme që zgjidhni probleme të pazgjidhshme. Kjo periudhë është periudha e komunikimit, periudha e ndryshimit, periudha e kohës dhe e vazhdimësisë. Megjithatë, jeni në momentin tuaj më të artë të që ndonjëherë dhe një stabilizim që jepet me ekonominë, jepet dhe me vazhdimsinë. Por në vazhdimsi ka të bëjnë shumë ajo çka pres, ajo çka është, ajo çka unë realizoj dhe kuptoj. Kuptimi në vetvete është edhe mundësia e artë në anën e biznesit dhe të ekonomisë, sepse përveç se ka distanca që mund të jetë ose diçka tjetër që mund keni pasur në lidhje me punën tuaj, por do të bëni diçka të re juve, sepse është mundësia tani dhe do shikoni sepse ndikimi akrepët jo se kanë probleme, sidomos në lidhje me punë, lidhje me karrierën, mund të fillojë të lëvizni një projekt shumë të rëndësishëm, sepse lidhet me punën, lidhet me ndryshimin e madh, edhe udhëtimet janë ka gjasa që juve dilni fituar në këtë drejtim, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment dhe koha ka treguar që jeni me fat në këtë drejtim dhe keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet madhore dhe çështjet e tjera. Por për akrepët do të thotë një mesazh shumë i rëndësishëm që do thotë që mos ndikoheni nga njerëz të këqij, në thonjza njerëz pa kuptim, por ndikoni tek ajo çka duket. Sepse mos një lajm që mund të merrni mund të jetë i paqartë. Nuk mund ta merrni të mirëqen. Keni kujdes nga gjërat që vijnë të papritura dhe të pakontrolluara, sepse mund të bini viktim e vetvetes. Lidhjet afatgjatë që kanë të bëjnë me juve të kësaj shenje duket se akrep dem të dhjetëdhjetit të tretë, akrep luan, akrep ujor që është dorë me një dhe është një mundësi
që tani për tani mund të keni mundësit, mund të keni kohën e duhur dhe në ndryshimet që do të vinë tani tutje nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për një mirë arsye, është momenti dhe periudha mjaft e mirë dhe tepër pozitive, sepse do keni mundësinë për zgjidhur çdo problem të pasur nga ndonjëherë, por megjithatë tani për tani momenti dhe koha ka të bëjnë shumë me punën aktuale dhe me një problem që keni pasur dikur. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft konkurruese, tek një shenjë që vërtet është pozitive dhe tepër korrekte në punë dhe në takime, që do thot shenja e shigjetarëve. Për sa përket kësaj shenje, duket se shigjetarët kanë pasur dhe kanë mundësinë e zgjidhjes së një konflikti ose një ndikimi shumë të madh financiar, por meqense ka diçka shumë të madhe në ekonomi, ka diçka shumë të madhe në vazhdimsi, sepse kjo është një nga periudhat më ndikuese dhe më rrezatuese të qenë ndonjëherë, por duke pasur parasysh edhe zhvillime të reja që do keni tani tutje, janë në anën tuaj, nuk e diskutoj këtë, sepse edhe kjo periudhë është periudhë kohe, që keni të bëni, jeni më optimist, jeni më emocional, por shigjetarët duket se kanë ndikime shumë të mëdha, por lidhet shumë me hartën tuaj, për shembull, me paratë të përbashkëta, borxhet, kredit, taksat, sigurimet, trashëgimit, detyrimet financiare, mbështetja nga partneri, burimet të tjera, besimet dhe gjërat të tjera që do të keni në këtë drejtim. Ky nuk është një tranzit i lehtë në sipërfaqe. Nuk flet për biseda të zakonshme ose për plane të thjeshta të përditshme. Flet për çështjet që prekin thellë sigurinë, besimin dhe mënyrën se si lidhen njerëzit ku ka diçka më të ndarë. Paraja, ndjenja, përgjegjësia është vërtet në plagë të vjetra. Por gjithsesi shigjetari është shenjzari e lirë, optimiste, e drejtë për së drejtë, e lidhur me horizontin e jetës dhe të ardhmes, kështu që ka diçka shumë të madhe. Nuk i pëlqen të qëndroni gjatë në situata të mbyllura, dhe kjo do thotë të dilni nga vetja nga ndonjëherë për arsye të nevojëllëkut të padrejtësive që ju bëhen. Në familje, ky ndikim mund të lidhet me paratë dhe me disa çështje të tjera që do të thotë ndikimet më të mëdha, që do të keni mundësinë e zgjidhjes të problematikave, do të keni mundësinë e ndryshimeve të mëdha që vijnë, se nga njëra anë keni mundësinë e përpunimit dhe të ndryshimit, nga ana tjetër keni disa probleme, ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë, ndryshe më vijnë gjërat e kështu me radhë, por megjithatë kjo është dhe mbetet për të parë mbi standardet që keni, mbi mundësitë që ju jepen dhe koha mbi ndryshimin. Mbi ndryshimin do të thotë ndryshimi financiar, ndryshimi ekonomik, ndryshimi i logjika vjen që ti keni mundësitë edhe në punën tuaj dhe në karrierën tuaj, por është një moment tani mjaft i artë, një moment që do të ndryshojë shumë gjëra në jetën tuaj, në jetën e përbashkët, sepse ka të bëjë edhe me dashurinë e munguar, sepse tani për tani jo se kanë pasur problem shigjetarët të bëjnë një lidhje, por kanë pasur problemin e një ndryshimi të madh që kanë pasur para disa kohëve, që nuk e kanë vënë në vija kohë në punë, dhe kjo do thotë një mundësi tani për tani, do të prisni pak, mos u nxitoni, se nxitimet nuk sjellin dobi përse probleme në këtë aspekt. Por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë e tepër pozitive për të pasur gjërat në vijë dhe kohën e duhur në anën tuaj. Meqense tani për tani shigjetarët kanë disa mundësi për punën e tyre të re, në qartësim që ata kanë dhe e kanë më të qartë për arsyen që do të bëjnë punë të mëdha, sepse ndryshimet të mëdha që vijnë, besimi, zemra kanë të bëjnë shumë me qartësinë dhe mundësinë e artë që vjen drejt jush. Por megjithatë, është një moment mjaft i mirë tani në lidhje me punën dhe karrierën, në lidhje me një ndikim pozicionimin e planeteve, është sepse ndryshe mendon, jo se gjykon, por unë them që shigjetarët në fushën e dashurisë duhet të kenë pak vëmendjen tek gaforet, tek dashi dhe tek virgjëresha. Te virgjëresha sidomos së shejtoke mund të nisin diçka shumë të rëndësishme për jetën e tyre dhe për çështjet që kanë të bëjnë tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që simbolizon të ardhmen sot. Dhe mundësitë që kanë të bëjnë për këtë shenjë janë vullneti, marrëveshja, komunikimi, negociatat dhe jo vetëm, që janë britqapët. Për të lindur të kësaj shenje duket se është shumë e rëndësishme kjo periudhë. Mërkuri ndodhet pikërisht
në këtë ndikim kaq të madh dhe një pozicionim planetar që ju jep mundësinë, kohën dhe disa çështje, disa detyrime nga e kaluara mund të ndikojnë në anën tuaj dhe në lidhje me ndikimet dhe pozicionimet e planeteve që kanë të bëjnë me fushën e biznesit, me fushën e karrierës, me fushën e komunikimit dhe jo vetëm. Britçapët duket se ku ndodhet përballë jush në gafore, lëviz në sektorin e 7. Në shtëpinë e 7, do thot marrëdhëniet, martesat, partneritetet, bashkëpunimet, kontratat, marrëveshjet, negociatat dhe ata ndikime që janë mjaft pozitive, se Britçapi është shejtoke dhe seriozisht gjërat i merr në kohën e vet, në momentin e tyre më të mirë të mundshëm mbi stabilizimin dhe gjërat më konkrete të qenë ndonjëherë. Prandaj mundoni që të jeni sa më korrekt dhe sa më të qartë në atë që juve bëni dhe keni, sepse është kjo periudhë që është tani dhe ky është momenti më i artë për të qenë ndonjëherë mbi stabilizimin dhe çështjet konkrete. Atë që mund t'ju them me bindje të plot është që pikërisht kjo punë, ky moment që nisni juve, unë do thosha që tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse juve vërtet i bisedoni ose i rregulloni gjërat, por unë ju them që mos i lini gjërat që të përfundojnë disi, por i keni mundësit juve të rregulloni gjërat dhe të jeni korrekt me anën tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë bëjnë me dashurinë ose me dashurinë munguar, keni një pasndarje me gafore do ta zgjidhni, me peshore keni kohën tuaj dhe momentin më të mirë të mundshëm, sepse ka një zgjidhje kjo mes asaj që është e bëshme dhe mes asaj që juve keni. Dhe unë të them që tani për tani, sado gjërat janë në anën tuaj ose në pozicionimin e planeteve që vinë në anën tuaj, por Britçapët duket se lozin një rol shumë të rëndësishëm në ekonomi, një rol shumë vendimtar në anën e shpirtit të tyre, sepse Britçapët si mesazh e kanë tani për tani mos u mbyllni në vetvete, por arrini të kuptoni arsyen pse mërziteni për gjërat e të tretëve. Po ta kuptoni këtë, të kuptoni shumë gjëra çfarë ndodh në anën tjetër tuaj, sepse jeni me të drejtën tuaj dhe e drejta duhet të triumfojë, duan apo s'duan të tjerët, sepse tani për tani sado të vështira janë gjërat, sado juve mundoni shumë dhe të tjerët nuk ju besojnë. Nuk ka çështje besimi, sa çështje vendimi që juve merrni me kohën, me momentin tuaj, sepse jeni shumë të drejtë për së drejti dhe kjo bën që gjërat mund mos jenë ashtu siç e prisni juve. Por unë ju them që kjo periudhë është një nga periudhat më të mira, një nga periudhat më pozitive të qenë ndonjëherë. Dhe kështu që mos i besoni gjërave që juve keni, por keni diçka shumë të rëndësishme dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë për të bërë zgjedhjen e duhur, për të arritur qëllimin tuaj, sepse të tretët nuk do donin që juve të esni përpara. Kështu që le të flasin, lëri të flasin ata dhe juve të qëndroni me këmbë në tokë dhe të bisedoni për gjërat të rëndësishme që keni, sepse është koha, sepse është momenti dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Dhe një nga fenomenet më të mëdha që kanë të bëjnë është ekonomia, stabilizimi, është konkretizimi i gjërave të mëdha që keni, por dhe një mundësi mjaft e mirë tani e tutje për arsye të punës suaj, për arsye të ndryshimit që do të vinë. Një lidhje problematike keni pasur ka qenë me Virgjëresh, por do ta gjini juve se është koha juaj dhe një punë e re është gati për të rregulluar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që simbolizon të ardhmen sot dhe mundësitë të arta që do të keni tani. Megjithatë, edhe pse me vështirësi ju vinë gjërat dhe pse keni pasur çështje të mbartura nga e kaluara për mënyrën dhe mundësinë tuaj, për disa gjëra që nga njëra anë jeni të mërzitur me të drejtën tuaj, sepse ka të bëjnë dhe me karrierën, se lidhet, sepse juve jeni të lidhur me karrierën shumë, edhe të tjerët mund të jenë të ndikuar dhe rrezatoni për atë që keni. Dhe një moment që është shumë i mirë tani dhe është favorizues për ekonominë, për punën, për dashurinë dhe mshurinë, gjëra kësaj natyre, është një moment shumë i mirë, i artë. Dhe po ta marrim nga ana e pozicionit të planeteve, është moment ideal. Është korrekt në gjërat e juaja, është korrekt në anën që juve keni në punë. Kështu që i bie edhe mundësia, edhe koha, edhe vazhdimësia
Kjo është një periudhë ku shumë gjëra soditen për punën dhe ekonominë, për punën dhe vazhdimsinë, kështu që kjo është një jetë mjaft e rëndësishme. Ujorët kanë një mundësi, çfarë? Të vetmet, rregullim, stabilizim, arritje detyrë. Mërkuri në rrugën e drejtë, në Gafora, ju ka dhënë mundësinë që juve të lindni dhe një herë. Dhe kjo do thotë, është një nga shenjat e ajrit fikse e lidhur me idenë e së ardhmes, teknologjinë, shoqërinë, pavarësinë dhe gjërat të mëdha që ata kanë dhe nisin. Kanë një ndikim shumë të mirë tani ujorët, sepse kanë çështjen e punës për të bërë diçka të re dhe mund të kenë pasur keq kuptime me disa dokumenta, por kjo është për fajin e tyre, sepse kanë edhe një kuptim që vërtet duan të bëjnë diçka, vërtet ja arrin qëllimit të tyre, por në anën tjetër kanë edhe momentin e duhur për sa përket punës së tyre. Dhe unë them që kjo është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në anën ekonomike dhe në lidhje me financat, lidhje me një bisedë që do bëni tani e tutje juve, e keni dhe si bisedë dhe si çështje të rëndësishme. Njerëzit që do bashkëbisedoni tani, është koha mjaft e mirë dhe shumë pozitive, sepse ju e keni një ndikim shumë të mirë mbi takimet e punës dhe mbi disa gjëra që lëvizin tani e tutje. Është koha juaj, ata mund të flasin çfarë të duan, por juve nuk kanë se si të amohojnë atë që juve jeni dhe keni si njerëz, si ndikues dhe rrezatues të jetës në privatësi e keni këtë gjë, sepse është edhe mundësia edhe koha e mundshme për ekonominë dhe për stabilizimin, por pak vëmendje, sepse ujorët duhet të mos e analizojnë vetëm me logjikë të ftohtë, duhet të shohin dhe emocionet që qëndrojnë pas rutinës. Këtu keni kujdes, sepse të tjerët thonë, hajde se është zemërgjer ujori, e ta kalojmë dhe këtë. Po jo, se ujorët kanë mundësinë, kanë kohën, edhe ndryshimin e madh që vjen. Megjithatë, ujori është në qendër të vëmendjes për gjëra të mëdha. Mesazhi i ujorëve. Ajo që u prish me ritmin tuaj, tani fillon të rregullohet. Mos kërkoni menjëherë perfeksion, por mos e lini as në rrëmuj të vazhdoj. Mërkuri në rrugën e drejtë ndihmon të kuptoni cilat zakone, detyra dhe marrëdhënie pune duhet korrigjuar, që përditshmëria juaj të bëhet më lehtë dhe më e shëndetshme. Pra, ka një kuptim kjo. Kurse në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, do themi ujor luan, ujor akrep, ujor dem. Ujor dem është ajo dhe zheja, sepse kanë bëjë shumë edhe në kuptimin, edhe me bisedimet që kanë lidhje në këtë aspekt për arsye të punës së tyre dhe për disa ndryshime. Janë ndryshime nga njëherë janë ndryshime rutinë ose ndryshime të momentit, por janë shumë të rëndësishme të ardhmen tuaj. Prandaj e keni këtë mundësi dhe këtë kohë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që mjaft ndikues dhe mjaft pozitive dhe shumë rëndësishme madje, ku koha ka treguar dhe tregon që ka zgjuarsi, ka maturi dhe drejt për së drejti me lidhjet dhe me punën, që janë peshqit. Peshqit, nga vetë struktura e tyre, nga vetë ajo mënyra se si ata flasin, mënyra se si ata ndërtojnë diçka, po janë ndërtues të rregullt të jetës së tyre, të vazhdimësisë, sepse janë shumë korrekt, dhe kanë një mundësi shumë të mirë në anën e tyre dhe në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që kanë në jetën e përditshmërinë e tyre dhe në momentin e tyre që janë në disa ndikime mjaft të mira dhe shumë pozitive. Mërkuri është në ndikimin më të mirë të mundshëm, sepse është qartësia, është mundësia. Nuk e diskutoni sepse ju nuk e përjetoni dashurinë vetëm si ngjarje, e përjetoni dhe si gjendje, si kujtim, si ëndër, si sakrificë, si frymëzim, si dhimbje apo poezi. Prandaj, kur Mërkuri në retrograd ka kaluar në Gafore, shumë peshq mund të kenë ndjerë se zemra po kthehej në gjëra të vjetra. Një dashuri e dikurshme, një fjalë që nuk u tha kurrë, duhet që tani merr një drejtim të ri. Dhe ky është një moment shumë pozitiv, është një moment që nga njëra anë na ndihmon për të zgjidhur ose
rizgjuar gjërat, frymëzimi rikthehet më i qartë, takimi mund të jetë më i ndryshëm, prezantimet në lidhje me punën, sepse puna është ajo që është baza për të ndërtuar diçka të re, por edhe një punë të re që e keni. E keni sepse është ajo çka juve mësoni. Por në dashuri do të bëni pa kujdes me Luanën dhe me binjakën sepse ka diçka shumë të madhe mbi atë çka është. Dhe me akrepët është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket kësaj teme kaq të rëndësishme dhe kaq të çuditshme për Mërkurin nga retrograd në rrugën e drejtë. Shenjat që përfitojnë më shumë, shenjat që kanë ndikime, që kanë pasur mjaft problematika të ndryshme, janë vetëm 4 shenja. Që do të thotë gaforja, që do të thotë shjetari i 10 të tretë, dashi i 10 të parë dhe peshqit të 30 ditëshve. Tani do njohin dhe do shikojnë, do ta ndjejnë gëzimin, lumturinë që ju ishte mohuar këtu e 45 ditë. Dhe kjo është ndikimi dhe kthimi fuqishëm mbi gjërat që keni dhe shumë të rëndësishme. Kjo periudhë vjeni veten në një pozitë tjetër, se jeni në anën më të mirë për të gjithë shenjat, do shikoni se Mërkuri në rrugën e drejtë do mbylli shumë çështje problematike dhe do zgjojë shumë gjëra të mira dhe një ëndër bëhet realitet. Para se të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz si shikoni atje, doni një parashikim të detajuar, e keni menjen, e atëherë shkoni tek sekretaria, hapini ato dritaren atje, vendosni të dhënat, dërgoni emailin dhe mund t'ju shpjegojmë në WhatsApp o në Viber për gjithçka juve ju intereson dhe si funksionon shërbimi. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drepse dhe me juve, në pyetje përgjigje, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas juve direkt dërgoni mesazhin, por duke ndjekur hapat tek video që ju e shikoni tek astrologu Jorgo Pulla. Nga unë, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.